dikun tjetër. Samiti i NATO-s, që një ndër temat kryesore që është komentuar, por nuk ka rënë pas dore edhe një foto që është komentuar, ja është edhe fotoja në LED, është një fotografi e publikuar në rrjetet sociale pra gjatë samitit në NATO-s në Ankara, i cili ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe mediave ndërkombëtare. Në imazh pra shfaqen Rutte dhe Mark Rutte dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, teksa ecin dorë për dore. Janë bashkuar shumë ndoshta po forcojnë diçka që kanë. Duket një simbol i marrëdhënieve të afërta pra mes tyre dhe pesh në rritje që Turqia po fiton brenda aleancës veri atlantike. Diçka po zihet, po do ta marrim vesh. Ndoshta ka pas nevojë për ndihmë, kështu. Ndoshta me ndihmu, sepse e dim që Erdogan është pakës në mosh edhe ndoshta i duhet mbështetje. Ja një ide e mirë kjo, sepse nuk e kisha parë këtë reagimin që mund të ketë bërë njerëzit se ndoshta Erdogan. Po çfarë reagimi? Mund të ketë pasur probleme dhe Rutte e ka kapur për dorë që ta ndihmoj. Janë politika të mëdha që zihen gongje. Patjetër. Po isha opinione, a kishte komente të ndryshme? Kishte shumë komente, pra është bërë goxha virale si foto, edhe tani se çfarë ka në të vërtet ky shtrëngim duarsh dhe kjo kapje duarsh, do e zbulojmë pastaj, sepse edhe samiti ndërkohë është bërë, edhe ka pasur shumë, do flasë edhe në vijim, do flasim për samitin dhe prapaskenat dhe gjithçka çfarë po ndodh në samit. Shohim shpesh politikanët që janë të afërt. Po, jo në këtë formë si qift, por... Kemi edhe Edi Ramën, i cili përqafon gjithmonë melonin. Edhe madje i përullet në gjurë. Po, kemi dhe rastet të tilla. Po, dashuri le të bëjnë më të mirë për vendin. Vetëm poqe. S'po larguam asun nga samiti i NATO-s.